Horoskopi ditor e diel. 8 shkurt 2026. Dashi, gjatë kësaj dite do t'i shihni gjërat që t'i besoni. Nëse jeni në një lidhje, do të kaloni një ditë delikate dhe të mbushur me debate. Do të keni vështirësi, kështu që merrni masa nëse doni të shkoni në ndarje. Ju beqarët nuk jeni as pak të privilegjuar nga yjet dhe nuk do ta gjeni as sot personin që kërkoni. Në punë shpeshherë ju duket sikur të gjithë do të mundohen të prishin planet dhe në disa raste mund të debatoni. Mirë është të mendoni vetëm për planet që keni bërë, të shihni para dhe të mos e ktheni kohën pas. Në planin financiar çdo gjë do të kthehet në favorin tuaj. Mund të filloni edhe një projekt fitimprurës. Demi, në disa momente do të ndiheni edhe të pasigurt për të ardhmen gjatë kësaj dite, por një këshill e një miku do t'ju ndryshojë tërësisht mënyrën e të menduarit. Dashuria për ju çifte do të shkojë më mirë se sa e mendonit. Do të ndjeni shpesh si mbire. Konfigurimi i yjeve për jetën sentimentale të ju beqarëve do të jetë shumë pozitiv. Mundësitë për të krijuar një lidhje serioze do të shumëfishohen, por e keni ju në dorë të përfitoni ose jo. Në punë, disa kolegë mund t'ju sfidojnë fort. Mos u ndalni as një minutë sepse ju i keni të gjitha mundësitë për të dalë fitimtar. Në planin financiar, gjërat do të ecin më së miri. Nuk do të keni për çfarë të shqetësoheni. Binjakët, dita e sotme do të jetë më e qetë dhe më e këndshme. Do të filloni ose do të përmbyllni disa projekte që i keni për zemër. Nëse kohët e fundit keni pasur pasigurinë jetën tuaj në çift, sot do të jeni më të sigurt për atë që doni. Mos keni druajtje të shprehni partnerit gjithçka që mendoni. Ju beqarët duhet përgatiteni për surpriza të këndshme. Ka mundësi të filloni edhe një histori të bukur dashurie ashtu siç ju e keni ëndërruar. Në punë do të forconi akoma më shumë pozicionin që keni dhe askush nuk do të guxojë t'u marrë atë. Shefat do t'ju kenë për zemër dhe do t'ju vlerësojnë për çdo gjë që do të arrini. Plutoni do të ndikojë negativisht tek financat. Mos shpenzoni pa u menduar nëse nuk doni probleme. Gaforia, gjatë kësaj dite gjithë planetët do t'ju bëjnë më energjik dhe mezi do të prisni të vini në jetë çdo ide që keni pasur në mendje. Ju të dashuruarit do të tregoheni më të hapur me partnerin tuaj dhe do të forconi bashkëpunimin. Në disa momente mund të mendoni edhe të hidhni disa hapa më tej dhe t'i bëni gjërat më serioze nga sa kanë qenë. Ju beqarët do të keni një takim të veçantë, por nuk do të preferoni të krijoni një lidhje me personin që do të keni afër. Në punë do të jeni shumë të zënë me detyrat që keni për t'u marrë edhe me kolegët. Do të përdorni metodat e duhura për t'ia dalë mban dhe për të pasur një jetë profesionale sa më të mirë. Financat do të jenë problematike. Kërkoni ndihmën e specialistëve për t'ia dalë. Luani, dinamizmi do t'ju shoqërojë gjatë gjithë kësaj dite dhe do të jeni burim shprese edhe për ata që ju rrethojnë. Të gjithë do të kenë dëshirë t'ju kenë pranë. Për ju të dashuruarit pritet që dita e sotme të jetë plot diell. Do të flisni hapur me partnerin dhe nuk do t'i mbani asnjëri njëri tjetrit. Ju beqarët do të keni takime të njëpasnjëshme dhe nuk do të dini kë të zgjidhni më parë. Reflektoni dhe besojini intuitës. Në punë do t'ju pëlqejnë shumë dita e sotme sepse do të keni gjëra të ndryshme për të bërë dhe nuk do të përballeni me rutinën. Do të ndjeni edhe më të gatshëm për të ndërmarrë sfida. Në planin financiar do të ndikojë si Marsi ashtu edhe Jupiteri. Të dy së bashku këta planet do sjellin probleme. Virgjëresha, sot do të keni tendencë të jeni lider dhe mund t'ja dilni mbi të tjerët. Gjithsesi, çdo hap hidheni me kujdes që të mos lëndoni ata që keni pranë. Ju të dashuruarit mos kërkoni të dominoni në çift, sepse do të keni mosmarrveshje me partnerin. Bëjni rezistencë ndikimit pervers të Jupiterit. Hëna do t'ju krijojë ju beqarëve mundësi të shumta për takime. Shfrytëzojeni nëse nuk doni të vuani në vetmi. Për një punë me cilësi, do të kërkoni informacione kudo dhe do të bëni gjithçka në mënyrën më të mirë të mundshme. Do t'u avini veshin edhe këshillave që do t'ju jepen. Klima në planin financiar do të jetë e paqëndrueshme. Shmangni transaksionet dhe ulni sa të mundni shpenzimet. Peshorja,
Gjatë saj dite, nuk do t'ju pëlqej për asnjë moment vetmia dhe do doni të argëtoheni dhe të jeni në lëvizje. Planetët në fakt do t'ju mbështesin fort. Jeta juaj në çift do t'jetë mjaft e animuar dhe e këndshme. Do të bashkëpunoni për gjithçka dhe do të respektoni mendimin e tjetrit. Nëse vazhdoni në këtë rrugë shumë shpejt, do të shkoni në martesë. Ju beqarët nuk do t'jeni shumë të favorizuar në dashuri, kështu që do të bëni mirë të prisni pak. Në punë, do të ndjeni shumë më energjik se më parë dhe nuk do t'ju tremb asgjë. Ambienti dhe rrethanat do t'jenë shumë të përshtatshme për të arritur atë që doni. Në planin financiar do të përballeni me probleme të mëdha. Prandaj, duhet bëni kujdes. Akrepi. Sido që të ketë qenë jeta juaj para pak kohësh, sot yjet do t'ju sjellin ngjarje pozitive, do t'jeni të kujdesshëm edhe për detajet dhe nuk do t'ju dalin as pak probleme. Hëna premton jo vetëm sensualitet dhe ngrohtësi për ju të dashuruarit, por gjithashtu qëndrueshmëri dhe besnikmëri. Do ta kuptoni më në fund se ju dhe partneri keni një të përbashkët dhe jeni bërë për njëri tjetrin. Ju beqarët do lodheni shumë duke kërkuar gurin e çmuar, por për fat të keq, nuk ka shumë mundësi që ta gjeni atë. Edhe në punë do të rigjeni ekuilibrin dhe do të ndiheni të lirë për të bërë ato që keni menduar deri më sot. Tregohuni të matur nëse doni të kryeni operacione të mëdha financiare, sepse situata nuk do të jetë e kënaqshme. Shigjetari. Marsi do të sjellë tension në jetën tuaj sot dhe nuk do të ndiheni as pak të qetë. Her pas here do të keni edhe frikë të thoni atë që mendoni. Ju të dashuruarit mos luani me ndjenjat e partnerit tuaj, sepse do të dilni të humbur dhe do të vuani. Nga ana tjetër mos kërkoni as të keni pushtet mbi të. Ju beqarët nuk do të jeni as pak të sigurt për atë që doni, prandaj do të bëni mirë të mos filloni asnjë lloj angazhimi. Në punë do të bëni mirë të punoni në grup, sepse vetëm nuk do t'ja dilni dot. Kolegët do t'ju ndihmojnë dhe do të shprehni mendimet, përveç se do t'ju bëhen krah për realizimin e objekteve. Financat nuk do t'jenë as pak të këqija, megjithatë yjet këshillojnë më tepër maturim me shpenzimet. Mbrojeni veten sa të mundeni. Bricjapi. Do t'jeni shumë misterios gjatë kësaj dite dhe shumë do të duan t'ju qëndrojnë afër për t'ju zbuluar. Jeta sociale ka për të qenë shumë e mirë nga sa kishit menduar. Ju të dashuruarit nuk do t'jeni shumë të privilegjuar. Debatet do t'jenë të njëpasnjëshme dhe nuk do të ndiheni të qetë. Nëse jeni beqar, duhet të shmangni me çdo kush personat e shenjës së binjakëve të Luanit. Do vuani nëse do të afroheni me ta, sepse keni shumë gjëra të kundërta. Në punë do të bëni çdo gjë që keni në dorë për të mësuar gjëra të reja për profesionin dhe për të shpalosur çdo njohuri që keni. Të ardhurat do të përmirësohen fal një shume të papritur që mund të merrni nga një punë e kryer më parë. Ujori. Ditë të jetë aktive ka për të qenë kjo e sotmja. Në program janë takimet, idet e reja dhe lëvizjet. Me pak fjalë, nuk keni për të mërzitur as pak. Ju të dashuruarit do ta shprehni me çdo mënyrë dashurinë partnerit tuaj. Nuk do të mungojnë as fjalët as veprat, vetëm që ambienti në çift të bëhet sa më i ngrohtë. Ju beqar do të keni një ditë të zakonshme dhe pa ndonjë takim të veçantë. Në punë do të jetë ditë aktive dhe do t'ju duket sikur koha do t'ju fluturojë. Mund të realizoni disa takime dhe do të merrni vendime me rëndësi. Në planin financiar do të ndërmerrni disa rreziqe, por do t'ja dilni me sukses. Situata do të stabilizohet ndjeshëm. Peshqit. Falëndikimit pozitiv të Hënës dhe Venusit sot do të jeni më të gatshëm për t'u përshtatur me situatat që do t'ju vinë dhe do i vini në pa talentet që keni. Bashkëpunimi në çift do të mbizotrojnë jetën tuaj në çift. Do t'i sqaroni mosmarrveshjet që keni pasur më parë dhe do të ndiheni të qetë. Pritet një ardhmë mirë. Sa i përket ju peshqve, duhet thënë se mund të hidhni hapat e parë drejt krijimit të një lidhje me një person të shenjës së Demit dhe Akrepit. Në punë ambienti do të jetë paksa më delikat. Do të përballeni jo vetëm me sfida të vështira, por edhe me rivalitet të fortë. Financa do të jenë të qëndrueshme dhe nuk pritet të keni probleme.